si njihni ju, në fakt, dhe pse kjo zgjedhje për të shkuar drejt Hagës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK? Si njihni ju dhe kë nga ata njihni ndoshta personalisht, nuk e di. Unë personalisht i njoh gjithë, kemi familjarisht me Sotin Krasniqi, me Jakub Krasniqin edhe Recep Selimin e kam edhe shok edhe jemi kanë shkollë bashkë, kështu që Kadri nuk e njoh mijen, presidentin Thaçi e njoh, e kam edhe idol, kështu që ju bashkan gjithë gjitha protesta, sot mundem do të bëj deri të lirohen ata edhe të shpallën të pafajshëm. Sigurisht që të njëjtën gjë shpresojmë të gjithë. Si e përjetoni ju atmosferën para dhe gjatë seansave në dhomat e specializuara të Kosovës? Pra çfarë ndjeni teksa ndodheni para se të nisë seansa? Keni patur ndoshta kontakte me sy me ish-krerët e UÇK-s, ashtu sikur se thatë vetëm pak minuta më parë që ju i pat ata ditën e djeshme? Po, ne ishim aty në katin e dytë, është salla publike, kemi në mes një xham aty, edhe deri sa të vinë gjyqtarët aty, ata që janë 4, këta hynë pak ma herët, pak me sekunda edhe mundem më përshëndet, të gjithë ishin të lumtur, shikojshin kane edhe të buzëqeshur me duar, me sa mundeshin edhe... Pra patë deri diku një lloj përshëndetje mes mbështetësve që ishin ditën e djeshme të pranishëm edhe ish-krerëve të UÇK-s teksa drejtoheshin drejt vendeve të tyre në seancë, apo jo? Po, çdo herë që kemi pasën pauza, kur u ngritëshin të gjithë në këmbë, shkojshin gjyqtarët edhe ne prap u përshëndetshim. Kështu që shumë emocione ka pasën. Më vjen shumë mirë që keni patur këtë lloj kontakti